لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimi takon Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Lëzër, profeti alayhi salatu wassalam na tregon Aisha radhiyallahu ta'ala anha, thotë se profeti sallallahu alaihi wasallam përpiqesh dhe sakrifikonte në muajin e Ramazanit më shumë se sa në muajt e tjera. Do thotë se profeti alayhi salatu wassalam në këtë muaj sakrifikonte dhe përpiqesh që ta adhuronte Allahun shumë në këtë muaj, gjë që e bënte më shumë në këtë muaj dhe nuk e bënte në muajt e tjera. Për treguar se ky muaj ka një veçori, për treguar se në këtë muaj dallon nga muajt e tjera, për treguar se në këtë muaj rahmeti dhe bereqeti dhe mirësia dhe fatli i Zotit është aq i madh në këtë muaj që nuk ndodhet në muajt e tjera. Dhe për këtë arsye profeti alayhi salatu wassalam përpiqesh që ta mbushte ditën e agjerimit dhe natën e muajit Ramazanit me adhurim. Dhe përpiqesh dhe sakrifikonte më shumë sepse kalon ky muaj dhe nuk dihet më do të kthehet apo s'do të kthehet më. Dhe askush prej nesh nuk e din më. Dhe për këtë arsye secili prej nesh le të marrim si model profetin alayhi salatu wassalam që ky muaj, që në para se të vi ky muaj, ne edhe pak ditë afrohemi, secili prej nesh le të bëjë një projekt dhe një program për shfrytëzimin e muajit Ramazanit. Që nëse ka punë shumë ta leti ti gjej një kohë tjetër me qëllim që ta lehtësoj muajin dhe ditët e agjerimit shumë, me qëllim që këto ditë ai të shfrytëzoj sa më shumë në agjerim dhe me ibadet. Allahu subhanahu wa taala na thot në ajetin kuranor fi dhalike falyatanafasil mutanafisun, në këto gjëra le të garojnë garusit. Pra, këto janë momente që realisht Allahu xhelle xhelalu na nxit që ne të garojmë. Dhe kush janë këto gjëra që ti të garosh për të marrë xhenetin? Ti të garosh që të adhurosh Allahun xhelle xhelalu sa më shumë. Dhe jo të garosh që të marrësh dhe të sundosh dhe të marrësh dhe të kesh pjesë më të madhe të kësaj bote, absolutisht. Atë që Zoti xhelle xhelalu porosit është që ti garosh në ato që Zoti xhelle xhelalu ka porositur, pra me të vërtetë që janë adhurimet, të cilët e dërgojnë njeriu në xhenet dhe arrin njeriu që të fitojë kënaqësinë dhe rahmetin e Zotit xhelle xhelalu. Allahu thon Kur'an wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nxitoni në faljen e Zotit juaj dhe në xhenetin që gjerësia e saj është qielli dhe sa qet dhe toka, dhe Allahu ka përgatitur enkas për njerëzit e devotshëm. Për njerëzit e devotshëm, për ata njerëz të cilët e agjerojnë muajin e Ramazanit, sepse agjerimi i muajit të Ramazanit e bën njeriu të devotshëm. Dhe kush e agjeron muajin e Ramazanit ashtu siç na ka porositur Allahu në Kur'an dhe i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam, normalisht që ai do të arrijë këtë drejtë që është devotshmëria. Dhe kush është i devotshëm, padyshim se ai do të ketë xhenetin e Zotit xhelle xhelaluhu, që shpërblimi ose gjerësia e saj është sa qet dhe toka. E lutim dhe herë Allahun xhelle xhelaluhu që të na i falë mëkatet tona, dhe e lutim Allahun xhelle xhelaluhu që të na bëjë për atyre besimtarëve të cilët e vlerësojnë muajin e Ramazanit dhe e shfrytëzojnë atë në maksimum. Dhe lutim Allahun xhelle xhelaluhu sigurisht na bashkojnë në këtë vend, na bashkojnë në xhenetin e tij Firdaus.